Është ndar nga jeta aktori mirënjohur korçar Zhani Ziçishti, në moshën 86 vjeçare, një nga figurat më të dashura të skenës dhe ekranit shqiptar. Lajmi është bërë publik nga Qendra e Artit dhe Kulturës në Korçë, e cila në një njoftim zyrtar shpreh dhimbjen për humbjen e artistit që i dha teatrit dhe filmit shqiptar vite të tëra për kushtimi, pasioni dhe profesionalizmi. Ziçishti do të mbetet në kujtesën e artdashësve për kontributin e tij të çmuar në artin interpretativ dhe për rolet që shënuan një epokë të teatrit dhe kinemas shqiptare. I lindur më 31 maj 1940 në qytetin e Korçës, Ziçishti ndoqi ëndrrën e tij përmes studimeve në Institutin e Lartë të Arteve, sot Akademia e Arteve, ku formoi shpirtin e tij artistik. Pas diplomimit, ai u bashkua trupës së teatrit Andon Zako Çajupi, duke sjellë në skenë jetë, emocione dhe pasion në çdo rol që interpretonte. Publiku e njohu dhe e deshi për talentin e tij, për aftësinë të bëjë të gjallë çdo personazh, qoftë në komedi apo dram. Roli i tij i parë në kinematografi ishte ai i mësuesit agron në filmin Lumë Drite më 1970. Më pas, me 16 role në filma artistik, Zhani Ziçishti arriti të ndërthurte artin e skenës me atë të ekranit, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e teatrit dhe kinemas shqiptare. Emri i tij mbetet një simbol i përkushtimit dhe pasionit për artin, një kujtim i gjallë i përjetësisë së kulturës që ai shërbeu me shpirt dhe me zemër. Homazhet në nder të tij do të zhvillohen me 26 shkurt, nga ora 9:30 deri në 10:30 në hollin e teatrit në Korçë. Komuniteti artistik, miqtë dhe familjarët do japin lamtumirën e fundit një aktori që për dekada ishte pjesë e identitetit kulturor të qytetit, por edhe me gjerë.